Dhe kjo është e dëmshme për shkak se në anën tjetër duhet me përmend edhe këtë se dhe sistemi zgjedhor ka defektet veta, ka vratësirat të tashme. Në zonë zgjedhore, mënyra që zgjidhen deputetën, po është një temë tjetër, është absurde dhe është e vjetruar, nuk është më kompatibile me zhvillimet, me proceset, me shkollën e emancipimit që e kanë qytetarët e Kosovës. Kur i përmendet këto pra dhe subjektet e opozitës dhe kështu, dhe prap dëshiroj të mbetemi tek formimi i institucioneve dhe te kjo sfidë pra, cila na ka futur në një të themi rreth vicioz dhe vetëm po përsëritet. Sipas jush, çka duhet të ndryshoj në mënyrë që të ndryshojë tërë gjendja dhe të ketë një zgjidhje, për shkak se në fund të fundit ne për pothuajse një vit e gjysmë i patëm 3 palë zgjedhje të përgjithshme, dhe rezultati në përgjithësi është aty. Pak a shumë, ndonjë përqindje më shumë apo më pak, por rezultati është i tillë. Subjekti pra i pari, vetëvendosje po i fiton zgjedhjet dhe subjektet e tjera opozita në disa momente, pra në disa rezultate, as bashk nuk po kanë deputet sa po merr vetëvendosja vetëm në 3 palë zgjedhje dhe tani dhe blokada po vazhdon. Çka duhet të ndryshojë? Kjo është gjendja momentalisht e elektoratit. Faleminderit për pyetjen, por unë mendoj që vetëvendosja edhe në programin e vet, në ofertën e vet që e ka bërë publike në të në palë zgjedhje është edhe ka përdor disa narrativa të cilat janë të interesit kombëtar dhe shtetëror. Në gjykimin tim këto në zgjedhjet e para, në zgjedhjet kur ishin nëntora, kur kanë 10 kur o arrit maksimumi 57 deputet, edhe unë komendu që vetëvendosja faktikisht është duke realizu, duke implementu atë narrativën e vetë për Republikën e Tretë, që jam marrë shumë me ta, edhe thënë drejten jam për me ndryshu krejt arkitektura kushtetuese, për shkak se në gjykimin tem kjo arkitekturë kushtetuese që është bazu në mahte atisaren nuk është kompatibile me zhvillimet, me proceset, me emancipimin që e kanë qytetarët e sot, është një këmishë ngushtë. Mirë po çudita, me 57 deputet fitor absolute që nuk e kishte as Ibrahim Rogova. Pse nuk e shkuan më tutje? Dhe në analizën time më dole që prap problem janë sfidat e jashtme. Është Brukseli dhe Washingtoni. Pra obligimet të cilat nuk munden me u zhbëm marrëveshja për asociacionin që është nënshkruar në 2013 edhe 2015. Autor Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi, edhe kjo e treta në orë që bartë vullën dhe emrin e Albin Kurtit, në një farë mënyrë në gjykimin tem janë që to është njëja gordiane. Edhe kjo në një farë mënyrë e ka prolongu projektin për Republikën e Tretë, për një kohë pak matë volitshme. Edhe u testu, po, se murë ma pak vota, sa, tash në duket i ka 27, apo, në total. Edhe kjo është një mesazh i keq që unë mendoj qytetarët nuk e kanë kuptuar kështu që shpe kuptoj unë. Qytetarët e kanë kuptuar në gjykimin tim se këta politikanë, këto elita politike aktuale nuk dojnë me marrë përgjegjësi. Edhe shkalla edhe fakti që abstenuan kaq shumë në gjykimin tim është shaj që kjo mund të bjerë edhe më tutje edhe me bo me vazhdu, në qofse nuk ka një konsenzus në brendshëm, nuk arrijen, që po thoni jo, të krijohen institucionet edhe shkojmë prapë në zgjedhje. Unë jam shumë i bindur edhe këtu, po them haptas publikisht, jam shumë i bindur që numri i abstenuzëve ka rrit në mënyrë enorme, atëherë paraqiten rrethana të reja, mund ndodhë që dalin subjekte të reja, dalin lider të ri, grupe të reja që kanë oferta. Njëjtë sikur po ndodhë në Shqipëni. Në Shqipëni, dhe më thonë, po shihet që janë të, si me thonë, të ngopur me elitat aktuale politika, ata po dojnë rinja, po kërkon një risi, një grupacion tjetër, një përgjegjësi tjetër, një llogaridhënie që është shumë më transparente. Edhe këtu, neve dikush më pyeti një ditë një gazetar tha pse tek ne nuk ka protesta, profesor, për tema të cilat janë ekzistenciale. Po shumë thjesht, në ala e kem problemin me Serbinë, edhe derisa vazhdojmë
derisa nuk po mbyllet kaptina definitive me Serbinë, na kena me pas qësa probleme dhe